bazuar në kërkesën e Drejtorisë të Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka filluar ndërhyrjen në të gjithë sipërfaqen e liçenit Shkodrës për të lëvizur të gjitha strukturat e peshkimit që janë të vendosura në liçenin e Shkodrës, si dhe të Dajlanit, i cili është i vendosur përgjatë gjithë gjerësisë së shtratit Lumit Buna. Aksioni do të vazhdojë për disa ditë, pasi edhe kushtet në të cilat nuk janë të zakonshme, sepse po zhvillohet në ujë, që nga viti i kaluar të gjitha strukturat që ndodhen të vendosura në liçenin e Shkodrës nuk janë të pajisur me leje nga autoritetet përkatëse dhe në këto kushte po bëhet ndërhyrje, sepse në këtë moment ato të gjitha strukturat janë të palishme.